Të dashur shqiptar, sot do ta shikojmë se çfarë na kanë bërë neve vëllezërit Frashëri dhe rilindasit e tjerë që në fakt janë vetëm shtojca e tyre. Vëllezërit Frashëri kanë thënë që ne jemi pellazg. Fjalën pellazg e kanë marrë nga një fis i Azisë së vogël, jo në Europë, që përkon me emrin Abazgos. Pelazgoj, Abazgoj janë dy emra të vetëm të gjetur në Kaukaz. Por vëllezërit Frashëri nuk e dinin. E gjejnë ata në poemat e Homerit. Poemat e Homerit janë shkruar në Azinë e vogël të dashur shqiptar, atje është folur dialekti jonik. Janë 25 dialekte të lashta helene, të paktën. Por janë gjetur dhe të tjera në Shqipëri. Kjo është historia e pellazgjisë. Është njëri nga fiset e Azisë së vogël, që ka kaluar në ishullin Lesbos, është vendosur në Hellad, në Arkadia dhe në Thesali, që shqiptohej Pthesali me p, por p-ja nistore ka rënë të dashur shqiptar dhe është me th, Thesali. Mënyra se si flisnin pellazgët ne nuk e dim. Por është vetëm nga qindra fiset e Azisë së vogël. Vepra e Homerit është një vepër artistike. Është një lloj sikur të marrim një nga personazhet e Shakespeare-it dhe shpurën e tij dhe ta bëjmë emrin ton kombëtar. Sepse ne na pëlqejnë shumë veprat e Shakespeare-it. Po ashtu, vëllezërve Frashëri ju pëlqen të shumë Iliada dhe Odisea, por më tepër Iliada, sepse aty përmenden pellazgët. Dhe tani, unë do t'ju tregoj juve mbi shkrimet e bëra në gur, në tempuj, të gjetur në Shqipëri, në Dalmaci, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltezi. Do t'i shikojmë bashkë këto vepra të skalitura në gur. Dhe nuk janë bërë me paramendim, madje gjuhën e tyre nuk e kuptojnë as grekët vetë. Ka ndryshime të thella kjo gjuhë nga gjuhët e tjera, dialektet e tjera helene, dhe francezët, arkeologët francezë, këtë lloj të foluri e quajnë e folura pellazgjike, sepse nuk korespondon me dialektet e tjera helene. Shqiptarët i quajnë ilire, domethënë arkeologët shqiptar, pas një lloj njohurie mbi gjuhësinë. Ndërsa turbo-albanët i quajnë të krijuara nga fjalë monosilabike të shqipes. Pra dhe francezët janë të marrë, por dhe shqiptarët të gjithë janë të çmendur. Tani do t'rregoj në origjinal çfarë është gjetur në Byllis. Ta shikoni vetë. Të dashur shqiptar, që të kuptoni atë që ka ndodhur në Byllis, mbi të gjitha do të keni pak njohuri nga gjuha latine. Në gjuhën latine është një fjalë shumë e bukur që quhet luparius. Dhe emri luparius vjen nga lupus, që i thon ujkut, dhe arius, që na ndihmon për të krijuar emra të ndryshëm. Është një prapashtesë latine. Tani, kjo fjalë nuk është gjetur në asnjë gjuhë tjetër italike, ka mbetur si një mbeturin në spanjishten lobero dhe portugalishten lobeiro, mirë po kjo nuk gjendet në italisht, frëngjisht dhe në gjuhët e tjera italike. Është gjetur pra vetëm në spanjisht dhe portugalisht. Por shqiptohet me b, jo me p, dhe duhet jetë një huazim i vonshëm. Nganjëherë gjuhët latine marrin nga gjuha nën, i rifusin fjalët e latinishtes. Pra ky është një degëzim i izoluar në spanjisht dhe portugalisht. Dhe tani, emrin luparius, unë e kam gjetur në mbishkrimin e gjetur në Byllis. Ju betohem. Mirë po, në gjuhën helene, luparius kthehet në luparion. Është emër i gjinisë asnjanse, emër për këdhelës. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ky është mbishkrimi i epitafit për personin të quajtur Luparius.
Ai ishte me origjinë nga kolonët romak të vendosur në Bylis. Periudha e epitafit është e periudhës së pushtimit romak të Epirit. Tani teksti është shumë i rëndësishëm, pse do thoni ju? E para, emri Luparioni nuk është gjetur gjikundi, por duket si trajta e shquar e shqipes. Në fakt është emër në rasën dhanore të dashur shqiptar që është zhdukur në greqishtën e sotme. Pra ky tekst nuk është grek i pastër, nga e di unë këtë gjë. Të dashur shqiptar, unë kam mësuar që e folura e ilirëve në Epir ka një mënyrë të veçantë të krijuarit nga pjesorja të emrave folior dhe përveç emrit Luparioni, që është në rasën dhanore, unë personalisht kam arritur të kuptoj që edhe Sezanti ka kuptimin duke pas jetuar, është një emër folior, por në rasën dhanore, në harmoni me emrin paraardhës. Kjo është e pa dëgjuar në gjuhën helene, në asnjë dialekt. Është veçori e veçantë e ilirëve në Epir. Tani përse janë këta ilirët, do thoni ju? Po sepse gjuha e tyre është ndërthurur me gjuhën latine që janë pushtuesit, dhe Luparius është emri latinishtes. Do thot gjyhtari i ujqërve nga lupus. Dhe kjo i ka shpëtuar të gjithëve, askush nuk e dinte ç'ishte kjo gjë, i kanë pyetur specialistët më të mirë të greqishtes në Poloni, dhe kam pyetur edhe të tjerë në universitetet e tjera dhe askush nuk e di, as në Universitetin e Chicagos nuk ka asnjë lloj shpjegimi për këtë emër. Në fakt nuk do ta gjeni gjikundi. Nuk ekziston në asnjë dokument emri Luparion, është gjetur vetëm në këtë varr në Bylis. Këtu është përkthimi në anglisht dhe poshtë tij është përkthimi në shqip. Për Luparionin, i cili jetoi 31 vjet, Zosime, gruaja e tij, e ngriti këtë monument në kujtimin e burrit të saj. Dhe tani, pikërisht, i cili jetoi, kjo frazë, në gjuhën helene është emër mbiemëror e krijuar nga pjesorja, duke pas jetuar. Duke pas jetuar si emër mbiemëror e krijuar nga pjesorja është në rasën dhanore, për të përkuar me emrin Luparioni në rasën dhanore. Kjo është e pa dëgjuar në helenisht. Për atë Zot ju betohem. Tani këtë ka kuptuar edhe inteligjenca kompjuterike dhe thekson që Luparioni është në rasën dhanore. Edhe Sezanti është në rasën dhanore. Kjo është çmenduri. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Gjë më e bukur është kjo. Nuk e ka kuptuar inteligjenca kompjuterike që ky është emri i ujkut. Ja sugjeroj unë dhe ajo thot, ju keni të drejtë, vjen nga emri i ujkut në latinisht. Pse? Nuk e dinte inteligjenca kompjuterike, sepse inteligjenca kompjuterike mbështetet vetëm me materiale të shkruara. Ky është emri i një epitafi, nuk është shkruar gjikundi, nuk gjendet në asnjë libër. Nuk do e gjeni në asnjë antologji helene apo latine. Pra, a jeni krenar për mua sot, se është me vërtet madhështore kjo që ka ndodhur? Pjesa më qesharake është se arkeologët shqiptar kujtojnë se këto fjalë vinë nga Shqipja dhe ato e nxjerrin fjalën Luparion nga fjala lopë, Loparioni ose lopari, ai që merret me lopët. Por s'është e drejtë, ky është huazim nga latinishtja në ilirisht, mbas pushtimit romak. Në fakt, pjesa ion, kjo prapashtesë është pjesë e fjalës përkëdhelëse në helenisht dhe ilirisht. Nga e diun këtë. Po e diun këtë se Delminion është krijuar një lloj kështu, kryeqyteti i dalmatëve. Po ashtu Ulkinion është krijuar një lloj në këtë mënyrë, qyteti i ardiejve. Përfundimisht, ju a them me dorë në zemër, të dashur shqiptar, e ndjej veten shumë krenar për veten time, nuk ma merr të mendja kur që mësimet e latinishtes do më hynin në punë. Në fakt, unë latinishten e kam mësuar pa dëshirë dhe ka qenë vetmja lëndë që nuk ka nxitur interesin tim si student. Mirë po tani jam shumë interesuar për latinishten. Dhe e kam gjetur vetë, pa ndihmën e inteligjencës kompjuterike, që Luparion është emër pikërisht nga latinishtja, emri i një koloni romak që është martuar
me një grua Helene, Zosime, ose Ilire, çrënd si ka. Zosime vjen nga helenishtja dhe ka kuptimin ajo që jeton. Pra, këtë e gjeta unë dhe inteligjenca kompjuterike më ka thënë të lumt që e bëre këtë zbulim. Tani zbulimi i dytë që bëra unë dhe që nuk e dinte gjithashtu inteligjenca kompjuterike është fakti që nga pjesoria e foljes me jetu, Zao, është krijuar pikërisht rasa dhanore, që nuk ekziston në asnjë variant helen, nuk ekziston të dashur shqiptar. Tani filmin tim e kanë parë autorët minoritar dhe kanë thënë që kjo fjalë është e dialektit jonik. Nuk është e vërtetë. Kjo fjalë e rasës dhanore nuk është në dialektin jonik, e kam kërkuar tek Iliada dhe tek Odisea dhe nuk ekziston. Varianti jonik pra ekziston vetëm në gjuhën e Homerit. Fjala për të pas jetuar nuk ekziston në gjuhën e Homerit. Nuk e njihte ai këtë fjalë fare. A shikoni se sa i zoti që jam? Të dashur shqiptar, nuk ekziston në gjuhën helene fjala sezanti, me pas jetu. Gjendet në gjuhën ilire, në rasën dhanore. Rasa dhanore u zhduk nga gjuha helene, në variantin koine. Ka vazhduar të ekzistojë në ilirisht, në byllis. Edhe personi quhet Luparion. Kjo fjalë nuk ekziston në greqisht fare. Në asnjë dokument, kjo është vetëm gjetur një herë në këtë varr. Ky është emri i një koloni romak, ose një iliri. Ka hyrë pra në gjuhën e ventasve, janë martuar romak me helen dhe ka filluar të lindi populli shqiptar, që ta dini. Tani, nga e diun këtë, sepse shumica e fjalëve të shqipes janë nga latinishtja, pra ne jemi autokton. Gjuha shqipe është shumë e lidhur me variantin dorik të dashur shqiptar, plus varianti sezanti i rasës dhanore ekziston vetëm në ilirisht dhe do ta gjejmë këtë në filma të tjerë. Është tipike e këtij dialekti, që është dialekt dorik. Inteligjenca kompjuterike thotë është jonik, sa se kupton dot fare, nuk ekziston në fakt ky dialekt në iliri, nuk është gjetur. Minoritarët thonë është jonik. Jo, dialekti jonik është folur në Azinë e Vogël, vetëm në poemat e Homerit është gjetur. Pra secili ja ka futur kot fare për të vërtetuar që ne nuk kemi autokton. Kjo është e gjitha. Mirë, po, çfarë ka dalë? Ky është një degëzim i helenishtes që është zhdukur, nuk ekziston më. Varianti dorik i folur në iliri. Tani, ose shqiptarët kanë qenë qytetarët të klasës së dytë, për shembull, në Hellat quheshin helotes, sklever, në iliri quheshin penest, që do të thotë punëtor. Pra, shqiptarët duhet të kenë qenë ilir punëtor, të pa edukuar që nuk e kanë shkruar gjuhën e tyre. Kanë qenë spektator të civilizimit helen. Tani ku e gjejmë këtë në botën e lashtë, këtë model si në Shqipëri? E gjejmë në Hellad, helotes. E gjejmë në Iliri, penestët. E gjejmë edhe në Gadishullin e Indis, aty ku shkuan arianët dhe robëruan vendasit, dhe ata i quanin vendasit të paprekshëm. Çdo thot i paprekshëm, që ata kishin dot t'i preknin. Këta vendas merreshin vetëm me punët më të ndyra. Pastrimin e kovave me mjalt për t'i hedhur në lum, djegjen e plehrave, varrosjen e të vdekurve, larjen e trupave të plagosur nga gjaku. Pra gjëra që nuk i bënin aristokratët, i bënin këta njerëz, dhe këtë bëjnë edhe sot e kësaj dite në Indi. Kjo shtres. Kjo shtresa e katërt në Indi, shtresa më e ulët. Ndoshta shqiptarët këtë bënin. Nga e dim në këtë, në gjuhën helene, fjala Dardanos do të thot ai i dorës së majt, ose ai i perëndimit, atje ku perëndon dielli, dhe në gjuhën helene ai i dorës së majt ka kuptimin ai që fshin pjesën e prapme të trupit, mbasi ka ngrënë drek. Ka që shëmtuar është fjala Dardan në helenisht, që ta dini. Ky është kuptimi i fjalës Dardan.
Porta e majt e Trojës, porta drejt perëndimit të diellit. Porta e dorës së majt. Porta e dorës që fshin gojën e monosilabikëve. Ata nxjerrin gjithashtu fjalë monosilabike shumë shpesh. Tani e kuptoni se sa e tmerrshme është kjo, që ne jemi spektator në atë dheun ton, dhe jo vetëm në Shqipëri, se po t'ishte në Shqipëri në rregull. E njëjta gjë ka ndodhur në Kroaci, e njëjta gjë ka ndodhur në Dardani, e njëjta gjë ka ndodhur në Maqedoni. Ka qenë një pjesë, një shtresë e persekutuar, e skllavëruar, dhe e njëjta gjë ka ndodhur me helotët në Greqi, në Helladë. Prandaj, urgjentisht të ndërpriten të gjitha punimet arkeologjike, sidomos në Kosovë, sepse kjo është shumë e rrezikshme. Të gjitha këto qendra arkeologjike kanë mbishkrime helene të dashur shqiptar. Dhe kjo është një helenishte e dialektit dorik që është zhdukur, nuk ekziston më. Përfundimisht, shqiptarët janë autokton, kjo vërtetohet nga qytetet që kam gjetur unë. Lule, Klaja, qytetet që gjeta unë, dhe mbi të gjitha qyteti Aulkinion në Dalmaci dhe Delminion. Do gjej dhe qytetet të tjera, por ajo që ka rëndësi është të gjitha mbishkrimet janë të klasës sunduese, helene. Pra ne kemi qenë gjithmonë spektator dhe vazhdojmë të mbetenim edhe sot e kësaj dite. Grekët e kanë pushtuar Shqipërinë, e kanë pushtuar Kishën Ortodokse, e kanë pushtuar të gjitha bizneset, vetëm që s'është bërë pushtimi formal, por ne jemi të pushtuar nga helenët. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të dashur spektator.